Dy turist francez kanë humbur kontaktet gjatë orëve të mbrëmjes të së hënës. Sipas informacioneve të siguruara nga televizioni 6+1 Vlora, rreth orës 20 të mbrëmjes, një çift me kombësi franceze u shkëput nga guida dhe u largua në drejtim tjetër nga persona të cilët ishin grup dhe shoqëronin. Për shkak të errësirës, ata më pas kanë humbur orientimin, duke mos u evidentuar më pas as nga persona dhe miqi i shoqëronin. Kanë qenë fillimisht grupi që shoqëronte çiftin, i cili ka lajmëruar shërbimet e policisë, teksa minuta më pas edhe vetë turistët kanë njoftuar shërbimet e emergjencës në numrin 129. Nëpërmjet telefonatës kanë treguar se kanë humbur drejtimin, teksa në momentet e para janë shprehur të friksuar, duke mos arritur të tregojnë me saktësi vendodhjen e tyre ose gjithashtu indikacione të cilat mund të ndihmonin grupi më pas për ta zbuluar. Menjëherë, forca zjarrfikse të Imarës dhe posta policore e Palasës kanë nisur kërkimet. Turistët u lokalizuan pas disa orësh në malin e Llogoras, pranë antenave mbi tunelin e Llogoras. Mënyra se si kanë shkuar deri aty mbetet për të habitur, edhe për faktin se tereni ka qenë tepër i thyer dhe kanë ecur gjatë gjithë kohës në errësirë totale. Në atë teren ku kanë kaluar turistët, kanë rrezikuar edhe jetën për shkak të shumë faktorëve. Rreth mbrëmjes vonë të së martës, ata janë lokalizuar. Pas lokalizimit të tyre, janë transportuar në një vend të sigurt, ku fillimisht janë kontrolluar për probleme të mundshme shëndetësore. Pasi janë konstatuar shëndoshë mirë, janë transportuar në vendi se ku akomodoheshin. Çifti turistëve francez që humbi rrugën sipas informacioneve ka qenë i moshës rreth 50. Nuk është herë e parë që turistët humbasin rrugën në Vlorë. Kjo ndodh për shumë faktorë, duke nisur nga mungesa e shtikjeve të orientuara, mungesa e tabelave informuese, gjithashtu mungesa e ndriçimit në shumë zona dhe orientimi i gabuar në shumë raste që i bëhet turistëve ndonjëherë edhe me dashje nga banorët të zonës apo persona të cilët ata i kontaktojnë.